Përshëndetje shpirta në evolucion, kudo që jeni, me dashuri. Në qoftë se dëshiron që të jetosh, ose më mirë të them, të lejosh veten tënde të jesh në lumturi, në gëzim, duhet të punosh me idhërimin. Me idhërimin e kujt? Jo vetëm të vetes tënde, sepse në qelizat e tua ke gjithashtu dhe 14 breza që kanë kaluar ditët të vështira dhe kanë patur idhërim. Sepse idhërimi nuk filloi nga ty. Në qoftë se je në një pozicion të vështirë, në qoftë se jeta jote është vetëm me mjerim, erdhi dita që ti të lirosh pikëllimin, mjerimin, urrejtjen, çdo gjë që të mban mbrapa. Vetëm puna me veten tënde e di shumë mirë që do vuash, do qash derisa ta lirosh, por e vërteta është që do shpëtosh. Dhe këto do të them që është gjithçka nga përvoja ime. Këto ditë kam patur punë shumë të thellë me veten time, por sot dua të them që ndodhem në Francë dhe të gjitha këto janë dhuratat e punës me veten time. Ju përshëndes këtu dhe jam këtu për të gjitha ta që kanë guxim të shikojnë plagët në thellësi dhe t'i lirojnë, sepse asgjë nuk ka filluar me ty, po punon ti për paraardhësit, por do punosh edhe për parasardhësit. Sepse ti je zgjedhur si shpirt të shkëputësh zinxhirët nga idhërimi, pikëllimi, mjerimi dhe të gjitha. Unë jam për ty që të ndihmoj. Të ndihmoj vetëm kur të jesh gati. Ju përshëndes, ju uroj gjithë të mirat të gjithëve dhe gëzim e lumturi dhe pasuri, mund të lejoni bukuri vetes të jetoni gjërat më të bukura. Ja dhe një pamje nga jashtë. Mbani energjinë e fëmijës. Mos u rrisni para kohë, çfarë do moshe që të kesh, mbaj energjinë e fëmijës. Shkoni bukurit, këto janë të gjitha tona dhe mund t'i përjetosh edhe ti. Dhe po t'i them nga përvoja ime. Të gjitha mund të arrijen. Sepse dhe gëzimi dhe idhërimi janë në të njëjtën vend, vetëm një fije olli ndan, vetëm ti duhet të bësh atë kërcimin kuantik. Je gati ta bësh atë?